Prej shumë vitesh, fshatrat e Vlorës janë përballur me emigrimin masiv të popullsisë. Shumë prej këtyre fshatrave kanë sot më pak banor se kur, ku ende prej tyre edhe shumë të tjerë po largohen në emigrim ditaditës. Pasojat drastike të emigrimit të popullsisë po ndihen kryesisht vitet e fundit, ku në shumë sektor të jetës sociale dhe ekonomike të këtyre fshatrave mungon krau i profesionalizuar i punës, duke bërë që disa sektor të shkojnë drejt falimentimit. Panoram të qartë të kësaj situate sot, në Vlorë të afron fshati Akërni, pjesë e njësisë administrative Novosel, një ndër fshatrat e Vlorës, ku banorët janë larguar të shumë në numër, pavarësisht ndryshimeve dhe zhvillimit që ka marrë fshati vitet e fundit. Megjithëse në Akërni të Vlorës po ndërtohet një prej projekteve më madhore në rang vendi, aeroporti i Akërnis, pjesa më e madhe e shtëpive janë të mbyllura. Banorët janë larguar, teksa edhe ky projekt, i cili tashmë po avancon në punimet e tij, nuk ka sjell asnjë ndryshim momentalisht për fshatin, edhe për faktin se shumica e banorëve i kanë mbyllur shtëpit për të larguar në emigrim. Zhvillimi i fshatit dhe mungesa e investimeve në vitet e fundit të pikërisht për këtë zonë janë arsye të kryesore pse banorët janë larguar. Mungesa e kraut të profesionalizuar të punës ka bërë që dy sektorët më të zhvilluar vite më parë në Akërni të shkojnë drejt falimentit. Në bujqësi dhe në blegtori, numri banorëve të fshatit që angazhohen në to është minimal, ulur ndjeshëm në krahasim me vite më parë. Me sa duket, banorët janë me syt nga aeroporti i Akërnis, ku vendosja e tij në funksion pritet të ketë ose jo impakt në fshat. Impakt ky për t'i dhënë një motiv më tepër banorëve të fshatit që prej vitesh janë në emigrim të kthehen në atë dhe për të punuar dhe investuar. Deri më tani, në kantierin e aeroportit janë punësuar disa banorë të fshatit, por vetëm kaq. Vendosja e projektit në funksion është e vetmja shpresë që Akërnia të popullohet, jo vetëm nga banorët, por edhe nga bizneset. Sa i përket bizneseve funksionale në fshat, janë vetëm disa të tilla, aq pak sa mund t'i numërosh me gishtat e njerëz dorë. 2 bar kafe, si dhe 2 dyqane ushqimore, funksionojnë në Akërni për shkak të mungesës së klientelës pas largimit të popullsisë. Edhe numri i bizneseve vite më parë ka qenë tepër më i lartë. Aeroporti mbetet e vetmja shpresë që numri i investimeve dhe bizneseve të reja të rritet ndjeshëm në zonë, por sa impakt do të ketë ky projekt në këtë fshat, momentalisht është e pamundur të përcaktohet, por pritet të shihet në vitet në vijim.